Doja të ta jap një mësim të gjumas, para namazit të gjumas, po të kisha lutë shumë mos mu prek, mos mu hidhro. Është një mësim bashkë për ty kështu, personalisht, dhe ti e di mirë kush je ai. Mos u prek, lutem, por haroje krye lartësinë dhe mburjen në këtë dynja, se dynjaja nuk takon ty dhe mu. Ajo i takon tjetër kujna, është ati që e ka kryu. Dhe dije se një Omer ibn el-Khattabi, i cili kufijtë e tina ishin prej në lindje deri në perëndim, ja përcjellën një ditë prej ditëve dhe i thanë: "O Omer, pejgamberi i Allahut ka thënë, i ka ardhur një hadith me 3 shenja të munafikut, të dyftyrshit." Edhe tha: "Pash Allahun, tregom am përmendi mua aty." Omeri, i cili e lëshoi kryen në sejdë, u tut mos po përmendet në 3 shenjat e munafikut ose të dëftyrshit. E dish kush ishte Omeri përpara se të ishte musliman? Ai që grinte dynjan në Mekë dhe kishin dro krejt dynjaja prej tij dhe tuteshin me dalë në rrugë prej tina. Dhe ishte Omeri në Mekë, dini kush, që mendoshin njerëzit se përpara se të bëhet musliman, Omeri bëhet ma lehtë gomari i tij se sa Omeri. Mirë po, Omeri tha: "Tutëm mos fall, pejgamberi më ka përmendur në ajetet e munafikut gjithësisht të dyftyrshit." Nuk ka nevojë për me ngrit kryen, se ne nuk jemi të udhëheq dynjan sa kur ka udhëheq Omeri. Hiç askund aq, shumë më pak se aq. Bëhu për toke të ngrit Allahun në qiell. Gjumat të mbarë.